Një prej rasteve më interesante që e kam pas te fëmia është një djalë rreth moshës 10 vjeçare. Nuk do t'i bëj detajet publike për shkak se në fazën e publikimit të rastit. Deri me tani është në literaturë është rasti vetëm në botë i diagnostifikuar dhe i trajtuar. Ka qenë një fëmijë që ka lindë në Shqipëri. Pas lindjes është vërejt një deformitet i shputës, po i cili nuk ka qenë një diagnoze e qartë çka ka ndodhur. Pastaj prindrit, për shkak se prindrit janë nga Kosova, kanë vazhduar trajtimin nëpër Kosovë, në rajon, deri në Itali, po prap nuk ka qenë diagnostifikuar. Diagnoza s'është Nuk është ditë diagnoza, fëmia ka qaluar me komën e majt, nuk ka mund të ngrit komplet pjesën e përparme të shputës. Edhe ka qaluar gjatë ecjes. Nuk ka pas dhimbje, po ka pas qalim. Edhe me rekomandim të një kolegu tem, ka qenë vizitë këtu. Te jo. Po, ka qenë vizitë edhe pas realisht në fillim nuk është që edhe mund ka shku mendja për diagnozën e saktë. Për shkak se zakonisht këto raste kur kem rrëmje të shputës, kryesisht mendohet të problemet neurologjike për shkak të dëmtimit të nervit, të mos funksionimit të nervit për ngritjen e shputës, që është nervi peronal. E kam dërguar te një kolegi jemi që është neurolog, i cili ka bërë ekzaminimin komplet neurologjik edhe ma kthen më thirrën në telefon të aspektin neurologjik gjithçka është normale. Pas kthimit nga ana e neurologut, ekzaminimit të dytë të përsëritur, kam vërejt ose kam dyshu në mungesë kongenitale të lindun të muskulit kryesor që e ngrit shputën. Kam telefonuar një radiolog që e kem këtu, që e kem konsultant i cili punon në Zvicër, edhe kam kërkuar që me bën rezonancë të dy këmbëve për me pa a ke mungesë për shkak se dyshimi fillestar ka qenë mungesë e muskulit që ngrit, muskulit tibialis anterior që ngrit shputën lart. Nga fillimi e keni pasur këtë dilemë. Pas eliminimit të problemit neurologjik, për shkak se tash nuk është asnjë rast në botë të diagnostikuar me këtë patologji. Asnjë rast në botë. Asnjë rast në botë. Pas eliminimit të faktorit neurologjik, atëherë kam dyshuar që mund të jetë diçka, për shkak se nuk kisha diçka tjetër që mund. Edhe kam kërkuar, kem bërë rezonancë të dy këmbëve për krahasim, edhe është vërejtë që nuk e ka muskulin për cilën kam dyshuar, nuk ekziston hiç muskuli që nga lindja. Imagjino, që nga lindja nuk ka ekzistuar. Nga lindja nuk ka ekzistuar muskuli që ngrit shputën lart. Edhe pas bisedës me rasti vetëm është deri tani që është i raportuar. Ndoshta ka një rast, por nuk është raportuar. Janë dy raste në botë të raportuara me mungesë këtij muskuli në të dy këmbë. Por te njëna nuk është asnjë rast i raportuar. Dhe ju keni identifikuar. Edhe kemi identifikuar dhe pas këtij identifikimi, pas bisedës me prind, kemi vendosur trajtimin kirurgjik, me zhvendosur një tetiv nga pjesa pasme e shputës në pjesën e përparme, dhe kemi realizuar intervenimin kirurgjik, edhe fëmia 4 muaj pas intervenimit kirurgjik, tash në 4 muaj, vizitën e kaluar, mundet me ngrit shputën në pjesën lart. Çfarë thotë, domethënë ka do ka lëviz, nuk e kanë identifiku problemin real të këtij fëmiu 10 vjeçar, ju e ekzaminu, hoqë çdo dilemë dhe gjetët përfundimin se mungesa e muskulit është. Mungesa e muskulit. Edhe tash jam po në fazën e publikimit në revistat botërore, për ata nuk do të jap detaje. Faleminderit po. Po ndoshta më vonë do të kemi po besoj edhe fotot edhe vetët para dhe pas. Se si ka ecë procedura. Para dhe pas operacionit, tash në 4 muaj, fëmia është shumë mirë, dhe mundet me ngrit shputën, dhe kështu që domethënë ka qenë rasti më interesant te fëmia që kam pas. Sa ka qenë kompleks operimi? Po ka qenë kompleks për shkak se në këtë rast kur ke mungesë kongenitale të tetives, duhet merrni tetiv nga pjesa pasme e shputës, edhe duhet vendoset përpara. Normalisht ato ka shumë elemente neurovaskulare që duhet me kalu nëpër to, duhet me rrit elementet neurovaskulare, domethënë arterien, venën, nervin, tjetër që është funksionale dhe me vendos këtë pjesën e përparme të shputës. Sa kishit ciklet të e mbaru operacionin? Për një rast tillë, teksa po e dije do këtë që është rasti vetëm nëse më ta them në botë, deri tani që një mjekësia, të raportuara. Sa kishe ndjenën e cikletit përgjithësisë e kështu me radhë? Gjithmonë, po në çdo kirurgji, sado që ke përvojë, ka pak stres, ka pak ciklet. Ky rast normalisht që kishte pak më shumë se zakonisht, edhe më ka desh që tash shqyrtoj literaturën një 2-3 muaj përpara, pothuajse çdo natë që të shoh a ka diçka që ka të publikuar që të bëjmë trajtimin sa më adekuat, fatkeqësisht nuk ka pas asgjë të publikuar, po kemi vendosur me bë trajtimin ashtu siç bëhen këto raste kur kemi mungesë të këtij muskuli, por jo të lindun
po kur ke mungesë të muskulit për shkaqe të tjera, që traumatik ose që. A kishte ndonjë moment gjatë operacionit kështu që kur e mbaroi operacionin, çfarë po mendoje? Kur operacioni detaje pak kështu. Kur operacioni përfundu me sukses edhe po mënej pozita shputës ke shumë e mirë post-operativ, realisht hallin e kom pas zhvillimin post-operativ. Për shkak se përveç operacionit, në këtë rast kur tetiva ose muskuli i cili është përgjegjës për shtymin e kamës poshtë, vendoset në pjesën e përparme, tash duhet ta ngrit kamën, do është një ndryrim i biomekanike komplet shputës, kështu që halli jam ose shqetësimi jam ka qenë më shumë trajtimi post-operativ sesa trajtimi në momentin kur operimi ka shkuar gjithçka në rregull. Ju jeni ortoped i specializuar në shputën e këmbës. Pas keni nxjerrë në sipërfaqe të për shkencën e mjekësisë një rast interesant të ndërhyrjes operative dhe të situatës sot ku fëmia 10 vjeçar ka sukses. Ndjeni është për ju si mjek i ri? Po thamë i ri, me ne moshë, jo me... Është shumë ndjenje mirë, po ne kur ndi fëmijësh momentin që vjen nuk mundet me ngrit shputën edhe ëndra ti është me luajt futboll, edhe ti kur është po mënej mas 4 muaj post-operativ që mundet me ngrit shputën, normalisht është ndjenje mirë. Jo vetëm për këtë rast, çdo rast është ndjenje mirë kur është suksesin kirurgjik të pacientët ortopedik, për shkak se në ortopedi, ndoshta për dallim për shumë lavimeve, suksesi shihet ose mos suksesi shihet. Është ky rasti më kulmor deri tash në karrierën tonë që ju bën të jeni me peshë në profesionin tuaj. Që të keni peshë, të keni rëndësi. Është rasti më interesant që kam pas. Po besoj që vjen një rast ndoshta në karrierë të tillë që të zbulon për herë të parë. Nuk është rasti më kompleks operativ që kam bën, por ka pas raste shumë më komplekse që kam operu, po është rasti më interesant që kam pas. Ç'lidhje ke sot me prindërit? Sa i lidhur me ata prindër? Që raporte kanë me ju? Shumë mira. Çfarë ju thonë? Pas e pa ndjallën e tyne duke lëvi? Para disa ditëve kam shënu babajt për punë të lejes, normalisht gjithmonë për publikim duhet mirët leje. Natyrisht. Edhe ai kesh pëmënej shumë i cor, ma kthej pëmënej mrena në minutet, ta çka dhe që të nevojitet, ne jem të gatë shumë me nënshkru me dokumentacion me komplet. Kështu që ata janë shumë, kam marrëdhënie të mira. Kur e parë ata për herë të parë që djali tyre po lëvizte këmbën, a ju telefonuan me njëherë? Po, ke ka shku gradualisht. Sakt. Fillimisht... Kur po në ato shenjat e para? 6 javë të para kemi, ka qenë imobilizuar shputa me gips, pastaj kemi fillu me fizioterapi. Edhe gjatë fizioterapisë gradualisht ka shku deri tek ngritja shputës, edhe në momentin kur ke në kontrol 4 muaj, ishte para 2 javë, 4 muaj post-operativ, gjendja ishte shumë e mirë. Si ishte reagimi tyre? Ata ishin shumë të kënaqur. Teksa po ishin në gjallë. Normalisht. Ishte një përjetim i papërshkrueshëm besoj për prindin që ta shoh fëmin duke mos e pas një problem shëndetësor që kishte më herët. Çfarë po ju thonin? Faleminderit po se po. Normalisht. Por në këtë rast falëndrimi ka shumë pesh. Ishin shumë të kënaqur me rezultatin. Normalisht edhe na. Po, për ju besoj edhe për komunitetin e kolegëve tuaj, edhe për shkencën kosovare në përgjithësi, është një arritje kjo. Arritje e jashtëzakonshme, që të bëhet pjesë e revistave shkencore në këtë rast jo natyrisht, po edhe për Kosovën është mirë. Çfarë po ju thonin kolegët? Po kur e kam diskutuar me kolegë të tjerë, secili prej tyre që është normale, secili prej tyre thotë që është vështirë me na shkumendja në këtë diagnozë, për shkak se nuk është diagnozë që mund të konkludohet. Mund të konkludohet lehtë.